Qoftë se baba im do ishte mercenar, shtëpia ku aktualisht jam sot në Prizren do ishte ndërtuar nga aparatë e mercenarit, por nuk është. Shtëpia në të cilën aktualisht jam është ndërtuar nga bashkëluftëtarët e tij, nga ushtarët e tij, është ndërtuar nga gjithë secili qytetar i Kosovës apo i Shqipërisë që kanë ndier të jap sadopak kontribut për familjen e Tahir Sinanit. Është ndërtuar nga ata që me të vërtet e kanë respektuar babain tim, me të vërtet e kanë ndier. Edhe nëse zoti Balla mendon që Tahir Sinani ishte mercenar, le të hulumtoj. Ftoj le të kontrolloj se çfarë pasurie ka lënë Tahir Sinani, se çfarë pasurie kanë fëmijët e Tahir Sinanit, vëllezërit e Tahir Sinanit, nipat, mbesat. Le të hulumtoj ku të doj. Pasurinë më të madhe që i mat ka lënë është krenaria, më ka lënë të jetoj me fytyrë të pastër, me kokën lart, dhe i tillë do jem gjithë jetën. Nuk e ul kokën as para zotit Balla, nuk e ul kokën pas asnjërit, pas Ballës, as para Ballës, as para askujt. Jam shumë i pastër dhe jam shumë krenar që kam pas baba Tahir Sinanin, komandantin e 3 luftrave, dhe jam shumë krenar që nuk më ka lënë njoll. Nuk më ka lënë njoll. Po më ka lënë rrugët e hapura që t'jetoj me dinjitet, që t'jetoj me pastërti të plot. Unë që kur kam qenë i vogël e kam pas dëgjuar këngën e Tahir Sinanit edhe ndryshe nga shumë luftar nuk ngeli vetëm te lufta e Kosovës, po ai vajti dhe ra dëshmor pikërisht në luftën e Maqedonisë. Ky pikësparje është turpi më i madh që është përfol ndonjëherë në lidhje me luftën e Kosovës, me luftën e ndershme e çlirimtare të Kosovës. Jo që është i mat, por kushdo që të ishte, pjesëmarrës, sidomos dëshmor i luftës Kosovës, është turp për ato që e mendon pikësparje të flas diçka të tillë e jo më për ato që e nxjerr nga goja një llaf të tillë. Nëse do të di Taulant Balla, Tahir Sinani ka lënë punën, Tahir Sinani ka lënë fëmijët, gruan, nënën, vëllezërit, motër, për të marrë pjesë në luftën e Kosovës. Ashtu siç vetë në një intervistë në Kukës e ka deklaruar, thotë doja t'i shtoja një pushk më shumë Kosovës. Tahir Sinani pikësparë është takuar me Azem Sylen 2 ditë pa marrë rrugën për në Kosovë, me qëllim dhe me ideal të patundur, të palëkundur, dhe më pas, siç oficerët e Shqipërisë i caktonin fillimisht për stërvitjen e ushtarëve, nga që kishin informata më shumë rreth luftës, rreth gjërave që duheshin bërë në atë kohë, i mat ka kërkuar vetë personalisht që të marrë pjesë në aksion, edhe aksioni i tij i parë ka qenë tepër i suksesshëm. Ka dëshmitar gjallë, janë gjallë akoma, është e freskët çdo gjë. Dhe që në atë moment i mat nuk e ka ndalur hapin për lirimin e trojave shqiptare dhe për bashkimin e tyre. Që nga ajo kohë deri në Maqedoni, deri në Ilirit. Mbaroi me Kosovën, vajti në Përshev, Medvegjë, Bujanovc dhe së fundmi në Maqedoni në Tanush të Gostivarit ku dha dhe jetë. Kjo është e pafalshme, kjo është gjëja më e turpshme që kam dëgjuar ndonjëherë. Nuk mund t'ia fal Taulant Ballës një të tillë shpifje dhe të mundohet të përlyejë i mat që madhështinë e tij ai as deri te maja e gishtave nuk e arrin dot. Kam dëgjuar një intervistë të Recep Selimit, i cili në mos gaboj ka qenë dhe autori i tekstit këngës. Në mos gaboj, ndoshta edhe gaboj. Që thotë ka qenë i vetmi, thotë që kur ka ardhur për të qenë pjesë e ushtrisë kombëtare të Kosovës, nuk ka pranuar që të
po themi ti stërvis se zakonisht oficerët dhe ushtarakët që vinin nga Shqipëria futeshin që stërvisnin ushtarët në Kosovë duke qenë se s'kishin po themi njohuri ushtarake. Po. Dhe Selimi thotë që nuk ka pranuar që ti stërvis duke thënë që unë s'mund dal para ushtarit nëse nuk provoj vetë që të luftoj me ushtarët serb. Ishte çështja se në atë kohë kur Imat shkoi, lufta kishte filluar. Edhe nuk e ndjente veten të barabartë me ushtarët e tij, të cilët kishin provuar plumbat, kishin provuar luftimet, dhe nuk e ndjente veten dhe shpirti i tij nuk ndihej rehat pa marr pushkën kundër serbit. Edhe së paku thoshte të barazohet me ushtarët, ta provoj thonë ç'është lufta. Ke menduar të kontaktosh me zotin Balla? E kam menduar, them drejtën, e kam menduar, por nuk mund ta kontaktoj në atë njeri, sepse nuk kam arsye pikë së pari. Kam shumë arsye, por nuk është arsye që unë ta thras. Ai për aq kohë sa besoj e ka kuptuar gabimin, pavarësisht se paftërsia e tij nuk e lejon së paku një ndjes të kërkoj. As publikisht, as personalisht. Nuk mund ta kërkoj atë dhe t'i them, shiko, e jam më kërko falje. Ai duhet t'i kërkoj falje gjakut që është derdhur për tokën shqiptare, për tokën dardane, Ilirit, në çdo cep. Duhet t'i kërkoj falje popullit shqiptar, kombit shqiptar. Andej këtë janë. Sepse Imat nuk luftoi vetëm për Kosovën. Imat nuk luftoi për karrige, nuk luftoi për pushtet, siç po coptohen sot, për një karrige. Për një karrige po hedhin poshtë ata që derdhën gjakun, për një karrige hedhin poshtë familjen e tyre, pikë së pari. E jo më me tutje. Nuk mund t'i kërkoj atij të më kërkoj falje mua. Ai t'i drejtohet gjakut derdhur për këtë tokë, edhe t'i përulet deri në pikën e fundit. A keni menduar që t'i shkruani kryeministrit për të pasur një qëndrim? Nëse kryeministri do ishte i vetëdijshëm se ç'do të thotë të jesh luftëtar i lirisë së trevave shqiptare, se ç'do të thotë të luftosh për kombin shqiptar, vrejtja e tij do ishte e para për zotin Tauland Balla. Nuk mendoj që duhet t'i shkruaj, duhet ta kontaktoj apo diçka tjetër. Unë nuk jam në faj që t'i kontaktoj asnjërin as tjetrin. Përpos pozitave që kanë, mua nuk më intereson pozita e tyre. Për aq kohë sa cënohet gjaku i Timeti, as nuk i llogaris as për post, as për njeri.